gjejtëm jastek, po tani edhe ekrani këtu. Sa super gjëllë që është avioni së të ne tani hipëm në avion edhe gjitha këtu bufje një jastek në butka Endre, hello edhe një batanie Udhëtimi po më duket super i gjatë, por shpresoj të mos lodhem një larë shumë. Megjithse ndi që jam super e sëmur edhe kam temperaturë, por shpresoj gjithashtu mos më zërë dhe veshi. Good luck! Indre, pse nuk shtype kjo të nga jetë së shtype? A mi do si edhe ndonjë, pas ka dhe për fëmijë. Shikojmë të. Pas ka lojra, Indre. Indre gjitha lojra. Indre. Sorry? 41. Okay, then I'll places. That the back of your seat is in a fully upright position. Though your tables are folded away. Duhet më mbur Tash ndjenja ti për si me hapër Vjen nata E për ti ajo po ti Përshëndetje, unë jam super e sëmur, si që më ta shihni që atë ditë që ishte udhëtimi do më dhe më para 2 ditësh unë kam qenë me temperaturë edhe me dhimbje koke, trupi të gjitha më dhimbin, nuk e di avioni më ka lodhur shumë, madje mendoja thosha o zot kur do zbres se nuk po duroj dot më. Edhe po ju flas nga New Jersey. Dje dola me motrën, me knatën, dolëm xhiro. Edhe nuk ju mora me vete pasi kam qenë shumë e sëmur. Kam pirë mirë alloje ilaçesh dhe s'po më bën më gjë dermat. Nuk e di. Do pres derisa të qetësoj vetë se s'ka zgjidhje tjetër. Edhe kështu, tani nga që unë isha e sëmur një javë, siç e dinit edhe ju, ose nuk e dini më saktë, në spital në Korçë për shkak të dhimbjes të veshit. Edhe kur isha në avion, presioni i fort i avionit më bëri që të më dhembi shumë veshit tjetër. Edhe tani nuk më qetësohet, po bëj të gjitha ilaçet që më dha doktori. Gjithashtu më sugjeroi të merja një nap të thatë edhe ta vija tek veshi, po të jetë shumë e ngrohtë. Kështu që unë kam marrë hekurin këtu, edhe këtë edhe e kuros që të ulet presioni i veshit. Kështu unë kam erdhur me Indren, fëmijët i mban mami me papin, edhe më ka marrë malli shumë, por na duhet të vinin vetë, se fëmijët nuk kanë viza turistike. Ne tani do të dalim, do të shkojmë të bëjmë disa fota për dikinjen e kësaj zonjushës këtu. Edhe do t'ju marrim me vete. Erto, do dalësh ti? Jo! Pse? Kemi mbrapa aty pas do të dalim. Okej. Tu do ta bëjmë të padukshme. Zain do t'ja dëgjoni, po fejtën figurës do i shikoni. Hi! Aj, edhe kështu. Jemi duke ikë për në Roshel Park. Fyrat. Opa! Iku keku i ditëlindjes, shikoni. Edhe ka i pak sa kishi për të ngrënë. Aj, me vërtej iku qyriri. Iku kjo që digjet qyriri.
po më çfarë ta dim? S'ka që do t'i. Do i gjim në një gjë. Edhe kishim menduar të bënim diçka cute. Do ta bëjmë cute-in, por Duhet kishim marrë një ekstra. ose do m'japësh makinën. Patjetër. Xhiro. Për çfarë? Kishte bërë stil kjo. Hajde. Opa. Vjen në një këngë popullore. Live nga kohë. Erdhëm të marrim tartën. Hajde. Të shikojmë çfarë torti ka porositur. Unë e di si e ka porositur, për çfarë si e ka bërë. Si ishte? Super. Umanite? Apo jo? Si mendon më mirë Shqipëri? I qaj. Hape me njerë të tash. Është lidhur në E i tregojmë pak më vonë, ikim tani në shtëpi. do vi bashkë në shtëpi. Pas dalë. Stadion. Ai, çfarë tort. Kjo është? Sikur ta kisha Zoni, unë zbirë, në të si me që në këta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Më duhet a mos, grita. Nuk për të zemë sa të përshë. Entra në bras. Ose... Hej, përshëndetje, ne tani jo bërëm gati. Bëra një make-up super të thjesht. Pasi do të shkojmë në New York, të shikojmë atje New Yorkun, edhe veshja ime për sot është kjo xhaketa e zezë, kjo çanta e zezë, jeanset edhe sambat. Tani do ikim direkt sepse jemi shumë vonë. Sta po erdhëm, shikoni sa bukur, shumë bukur, por edhe shumë rëndë. Tani po ikim shpëtitje. Edhe do ikim shtëpi, se s'kemi çfarë bëjmë. Pami që këto pami super, wow. Sa po erdhëm në Costco, edhe do shikojmë ushqime, por nuk e kam idenë se ku mund t'i gjej. Do ndjekim këto vajzat e Amerikës. Tani do kërkoj një magnet për telefonin, që ta marrë me vete e të ta vendos kudo unë. Por është aq shumë gjigande kjo magazina, sa. Nuk e di do me thënë nëse do arri do të gjej aty që dua. Pak letësi. Aha, në do. Pastaj do të rjatje. Bierze to Japonia, kuszę An ounce container. This is try and buy. Këtu tek marketi shpërndajnë edhe gjëra falas, që bëjnë reklamë, recetera dhe gjëra akullore. Edhe më rrë këta, buk me recet.
Një tjetër tu. Buket hekur çfarë Sara? Do i provoni? Tu kemi çokoladata falas pristit. To the Alps uses a 100-year-old family secret recipe. Mini cream fill wafer. 80 count, $11.49. That's only 15 cents a piece. Stock up today, take it right off the table. Këtu do bëjmë pizza, këtu do bëjmë salmon, me kastravet. shkafta, dhe më të shkafta. Po do të ndat, më na jap në një. Ka vënë se vetë ora vonë të më trupën. Po, shikon brezin. Soni farri. Lea, ti të vret kurrizin a jeni që bëni? Erdhem në shtëpi, por tani do të dalim përsëri dhe unë me këtë gjendjen time katastrofike, por do të dalim sepse do ndërroj do ndërroj xhinset e mia. Do marrim pak xhinset e tjera se këto nuk më pëlqenin fare. Vetë ty tregojm pak Burlingtonin, për ju që jeni toni në Amerikë, dini se kush është Burlingtoni. Ne tani sa erdhem edhe po ju tregoj se çfarë blevën tek Burlingtoni. Pak sa po hëngra dhe bukë, se nuk që në gjithë. Edhe tani do t'ju tregoj çfarë kam blerë. Vajta mora këto tutat. Me dolën atje dhe ishin në ofertë nga Kenzi. Është shumë të bukura, edhe këtë të shkruar këtu. Ndërkohë kemi edhe Big Brotherin në sfond, por nuk jam lexerin ose duhet ta fik fare ose duhet ta mbyll. Edhe këto ishin në ofertë $13. Është shumë të bukura dhe materiali është super. Pastaj, kjo është my favorite. Gjitha këtë paketën e hollë nga New Balance. Këto janë të gjitha marka edhe vinë me oferta tu tek Burlingtoni edhe unë e gjitha këtë dhe e mora. Ja, ishte $3 me ofertë, më të qytë edhe kjo pjesa mbrapa këtu, shikoni sa super duket. Më ka pëlqyer shumë. Kjo ishte një ndër preferuarat e mi. Pastaj, mora këto xhinse se blevi Gjeni xhinsen motra. Blevi të njëjtat si këto dhe sot kishin dalë me ofertë dhe unë i përfitova me $13. Shikoni sa të bukura janë. Edhe këte mbrapa të kështu. Edhe në fund janë të gjëra. Pastaj do dalim në Hoboken, është një vend shumë i bukur këtu. Veshim këto gjërat e bukura që kemi blerë. Edhe gjithashtu kam blerë këtë magnetin për telefon, do ta provoj tani, ishte $8. Që e ngjit telefonin në çfarë do lloj vendi të morit edhe mund të bëj video. Edhe e pash atje e mora, do ta provoj në qoftë është e njëjta si ato që dalin në reklam apo jo. Edhe këto ishin gjëra që mora, tani do bëhemi gati, ndërkohë bërëm edhe darkën gati, salmon me patate e futëm në furrë, tani do bëhet, ndërkohë që bëhemi dhe ne gati dhe të dalim. Si që shikon live